Elizaveta Krinovoghi, që dyshohet jetë vajza jashtë martese zyrtare e presidentit rus Vladimir Putin, u sulmua nga një gazetar ukrainas në Paris, aty ku jeton 22 vjeçaria. 3 javë më parë, babai i yt vrau vëllain tim, si jeton në Europë në këtë kontinent të mallkuar. Gay Europe, siç e quan ti, tha ai fillimisht. 22 vjeçaria ju përgjigj: "Nuk e leje të më filmosh." Kur gazetari nga Ukraina vjoi të ushtronte presion, duke e pyetur nëse e mbështeste të atin, 22 vjeçaria u përgjigj: "Çfarë lidhje ka kjo me mua? Ai është babai yt, më e pakta që mund të bësh është ta telefonosh dhe t'i thuash të ndaloj bombardimin e Kievit. Mund të vish në Kiev dhe të veprosh si mburojë njerëzore më mirë se patriotët. Mund të shkosh në Pokrovsk për shembull", këmbguli gazetari. "Si e imagjinon që mund të shkoj tani?" pyeti Elizaveta, së cilës gazetari ukrainas ja ktheu: "Sigurisht që mundesh, nuk shon ndonjë pengesë, do të blej një bilet me paratë mia. Për fat keq nuk mund të ndihmoj", tha ajo. 22 vjeçaria u lind në vitin 2003 pas një afere të dyshuar midis Putinit dhe nënës së saj Svetlanës, e cila ishte kujdestarja e shtëpisë presidentit rus në atë kohë. Zbulimi erdhi për herë të parë pas një hetimi të vitit 2020 nga media ruse Projekt, e cila vuri në dukje ngjashmërinë fenomenale të saj me Putinin. Presidenti rus nuk përmendet në certifikatën e lindjes së Ekaterinës, e cila shkruan Vladimirova, që përkthehet vajza e Vladimirit. Në vitin 2021, udhëheqësi i vrarë i opozitës ruse Aleksej Navalny zbuloi Instagramin e 22 vjeçares, i cili sipas tij përshkruante jetën e saj luksoze dhe pasurinë e familjes së saj, të cilën shumë ja atribuojnë marrëdhënies së saj me presidentin rus.